Mirëmbrëma të gjithëve, sonte me mua është avokati Adnan Pacolli, me cilin do të flasim për kontratat me artist, çfarë po ndodh, kur ato shkelën dhe si zgjidhen në mënyrë ligjore. Mirë se erdha Adnan. Faleminderit, mirë se gjeta. Është hera parë për ballë teje këtu në emision. Disa herë kam qenë mbrapa kamera, por sot hera parë. Faleminderit. Faleminderit që ke gjetë kohë dhe mundësi për me ardhur. Adnan, disa me fillu me njëherë, çka konsiderohet shkelja e një marrëveshje konkrete, një kontratë? Shkelje. Po, shkelja. Te kontratat është me rëndësi me kuptu qytetarët që kontratat janë të drejta dhe detyrime në mes të palëve. Po. Edhe palët e përcaktojnë në mënyrë të qartë cilat janë drejta dhe cilat janë obligimet e tyne. Varësisht nga këto, nëse njëra nga palë nuk i përshtatet kushteve dhe obligimeve që i kanë përcaktuar në kontratë, atëherë vjen drejt të shkelja aty në far normave, kriterëve që i kanë përcaktuar me kontratë. A mendon që ka të probleme të tilla të na që shumica në raste nuk po munden me u zgjidh, ako në kontekst që janë artist me menaxher? Ka shumë raste, tash e kemi edhe rastin e fundit mes këngëtarit të Gjesi dhe kompanisë Onima. Janë shumë raste edhe të cilat nuk janë bërë publike. Zakonisht raste janë për shkak se artistat nuk i kuptojnë rëndësinë e kontratës, nuk i kuptojnë mënyrën nuk e dinë se çka po nënshkruajnë. Edhe më pas vjen edhe deri te këto vangatresa, këto vartelashet në cilat i kena pa dhe po i ndëgjojmë për ditë. Është më rëndësi që para nënshkrimit të kontratës, një artist, një artiste, një menaxhment me ditë se çka po nënshkruan, cilat janë pasojat, cilat janë drejtat, cilat janë detyrimet, e më pas me nënshkruaj sepse në nënshkrimi një kontrate të një artisti i ri mundet me pas pasoja në gjithë karrierën e tij. Është më rëndësi me kuptu artisti se çka po nënshkruan, cilat janë drejtat, detyrimet, obligimet, përfitimet, jo vetëm me nënshkruani diçka se tanaj po vinë deri te fama e shpejtë edhe me këshirë me ndryshue kriteret, kushtet e kontratës, kjo nuk bëhet. Edhe nuk mundet më ndryshu kontrata veç pse je që unë i mengjes edhe po du më shkëpu, sepse kjo obligime, kjo detyrime. Po. Adnan, po besoj që ke po rastin e fundit me Gjesin edhe Onimën, veç e cek edhe vetë. A më tregon qysh e shet këtë rast, me kaq informacione që ki? Ku është ngesja që e ka çu rastin deri në çet pikë? Po, edhe te ky rast nuk mujna më lëshu shumë në detaje për shkak se nuk e kam pa kontratën, nuk e di sakt kushtet e kontratës, po në bazë të mjeteve të informimit portaleve që jena informu, këngëtari pretendon që nuk jepet mundësia me publiku, ndërsa kompania pretendon që ka një kontratë dhe duhet respektohet kozgjatja e sajna. Pra është kjo që po them, duhet para se të nënshkruhet kontrata duhet me pas sakt çka po nënshkruan, cilat janë përfitimet, cilat janë obligimet, detyrimet, edhe me pas me ardhur deri te respektimi i saj. Te ky rast mendoj që kemi të bëjmë më shumë me kushtet e kontratës, të cilat duhet me po parafrazojmë, nuk e dim saktë se si është, por me siguri se nuk janë duke bërë interpretim të saktë. Se cili po interpreton varësisht mënyrën e vetë, edhe kemi keq kuptime, kemi se van nga tërrez. Po du më lidhë të nënshkrimi i kontratës. Artistëve a u jepet kohë e mjaftueshme për me lexuar një kontratë? Qysh parashit me letë që ke puna e leximit të kontratës? Do të thonë, sa i duhet kohë nënshkruesit për me një fjalë për me lexuar, për me pa, që për më vonë për mësë me pas pasoja. Nuk është e përcaktuar me lex sa ki koti për me nënshkruar, sepse kontrata është vullnet i lirë i palëve, edhe kontrata për palët konsiderohet si lex. Ti ki këtë kohën e botës me marrë, me lexu, me analizu cilat janë përfitimet, sa është në interesin tënd, për mos me bën një nënshkrim saj, sepse nënshkrimi sajna me pas krijon edhe pasoja. Duhet me studiu mirë kontratën, pak para se me nënshkru, sepse nënshkrimi saj, po them se bord pasojat të cilat edhe pishohem dhe. Po. Qysh është legjërisht të rregulluar nëse shkëputet kontrata për njënës palë?
në varësisht për marrëveshjes, për kontratës, apo ka një ligj caktuar për këtë, për Jo, për shkëputje të kontratës? Te kontrata duhet me pas parasysh sepse te drejta detyrimet të prishja palti përcaktojnë para nënshkrimit saj. Ato mirën vesh kur ka më prish kontrata, cilat janë kushtet që çojnë te prishja e saj, edhe në atë mënyrë parashojnë edhe klauzolat çka nëse njëra palë nuk i përmbush obligimet e detyrat e saj dhe vjen drejt te prishja e kontratës. Okej. Ka shumë raste të tilla kur kontrata prishet për shkak që artisti nuk i është përmbajt kushteve të saj, ka edhe raste kur produksionet, kompanit nuk i përmbushën ato dhe vjen drejt te prishja e kontratës. Prishja e kontratës duhet me pas parasysh e bëhet në dy mënyra. Një mënyrë është me inicim të njerëz palë, edhe mundet me ardhur përmes gjykatës kompetente, edhe njëra mënyrë me negocim të marrëveshjes. Për shembull, palët bien dakord që ta ndërprejnë bashkëpunimin me marrëveshje, njëra palë obligohet m'ia përmbush nëse mirën vesh për obligimet e detyrimet të cilat i kanë përcaktuar me atë kontratë dhe vjen deri te prishja e saj. Nëse nuk mund më mirë vesh, atëherë rruga vetëm instanca e fundit mbetet vetëm gjykata. E çka ndodh me projektet nëse janë nis, këngë, videoklipe, shpenzime që ka pas një artist, nëse shkputet, çka ndodh mes kompanisë dhe artistit? Me shpenzimet që i ka bë kompania për çat artist. Po them, nëse arrihet nëse arrit një marrëveshje jashtëgjyqësore pa shkuar në gjykatë, mund të mirën vesh këngëtari, menaxhmenti i tij me kompaninë, nëse mund të mirën vesh për gjitha shpenzimet, gjitha krijimtarinë që është bë për shumat që janë pagu, zgjidhet me marrëveshje. Nëse jo, atëherë duhet me vazhdu me gjykatë përmes ekspertizave, me provu me ekspertiza financiare, sepse është shumë e lehtë me vërtetue për kostën, për shpenzimet që janë bërë, qoftë për krijimtari, për publikime, për klipe e tjera. Po, në këtë rast kur kem të fol për Gjesën dhe Onimën, unë që e di që se i kam lexuar disa komente veç edhe u diskutu nëpër media që Gjesi është në menaxhim të Erkondit të Onimës, që nuk është e vërtet, se Erkondi, me sa e di, e menaxhon vetëm kanalin e YouTube-s, domethënë veç publishing apo. Po, është shumica nuk arrin me bë dallimin mes menaxhimit artistik edhe menaxhimit distribuimit, publikimit të këngëve. Edhe unë sa di, Gjesti ka pas një menaxhment këtë tjetër, ndërsa për projektet për lansimin e tyre në platformat digjitale ka pas kontratë me Onimën, edhe më duket edhe një vjet e gjysë, mos gabosha më duket, është valide. Po, çështu kam kam informacion, sa po ka probleme me apo e ke vërejtë që në kohët e fundit, domethënë 2 vitet e fundit, kemi pas shumë probleme të tilla mes artistëve dhe menaxhmenteve. Ka shumë probleme, Se s'po ka në fillim, po gjithmonë afër skadimit të kontratave. Sepse në fillim artistat e ri kryesisht kanë përkraje, kanë nevojë për përkraje edhe bojnë marrëveshje me menaxhmenta, të cilat marrëveshje kur po dhezën artistat e ri, tanaj po dojnë me ndryshu me çdo mos ato kushtet kontratës edhe po vinë deri te këto farë problemet të cilat edhe i di me pishuan për ditë. A kanë drejt me kërku me ndryshu? Jo. Okay. Jo, nuk i drejt më shutim një menxes edhe me shku me ndryshu kontratën. Këto zakonisht duhet më bë përmes rrugëve institucionale. Duhet me pas parasysh se nuk mundet një kontratë që e kitë kozgjatin e caktume. E ki një kontratë ta zonë 3 vjet, 5 vjet, ti pe bën një këngë, po të dhejës kënga e mirë, tash më quti me ndryshu, e nëse ai menaxhment ta zonë ka investuar 5 vjet, 10 vjet, tash po që është ti për një këngë që të ka dhejës me ndryshu, do të pak mi pas edhe parasysh edhe onën morale, onën dëgjeshme me qenë po. Sa ko drejt një artist nëse shkputet, domethënë pinjonës po që veçet se ka më herët në kontratë, sa ko drejt me lidh marrëveshje me një menaxhment tjetër, ku janë pasoja këto? Këtë kë bimi varet pej kontratës qyshe ke përcaktuar. Nëse ti në kontratë nuk e pas penalti që janë dalën një kozgjate, për shembull nëse largohet pej një personi, nuk ka drejt me shku për një periudhë caktuar të kërkosh,
atëherë do të më respektu që ajo farë E nëse është në kontest gjyqësor ende kontrata? Nëse nuk e kanë të përcaktuar me kontratë, në rregull është. Nëse është e përcaktuar se nuk ka drejt, do të më respektu kurset e kontratës. Do të thonë deri në momentin sa zgjidhet kontrata, nëse është po folëm për raste hipotetike, po në rast se është një artist, edhe ka të përcaktuar me kontratë me menaxherin që e ka, që pas përfundimit asaj ose vjen të ngatresa gjatë kozgjatës kontratës që e ka të përcaktuar me ndonjë klauzulë në kontratë që nuk ka të drejtë me shku për një periudhë përcaktuar të ndonjë menaxhment tjetër, atëherë ka të ndaluar me shku, për shkak se ka qenë i vetëdijshëm kur e ka nënshkruar kontratën, është i moshës madhore, ka kuptuar kontratën edhe duhet me respektuar. Po, Adam, po du më të pyet edhe te lidhja e den edhe ti që ku të fundit është si trend që me ushit katalogat e artistave, e të YouTube-ës. Katalogat që të më thonë ka gjë një periudhë e një artist një periudhë që ka publiku shumë këngë, me thonë 10 këngë, 20 këngë, 30 këngë, varsisht që ka kriju ai, dhe më thonë si duhet ligjërisht mu ndoqë kjo pjesë. Se unë mëse kam informacion që dhe më thonë gjithmonë 25% i takojnë artistit. Po më parasysh marrëveshjes, a më varë marrëveshja që bëhet? Nuk ka ligji nuk e ka përcaktuar, kjo është element kryesor i kontratës që e parashen një artist me menaxhmentin e tij. Nuk mund këtë ligje dhe gjykata me ndërhyjë sepse është çështje dëshirës e vullnetit, qysh e parashe artisti me menaxhmentin me kompaninë e tij. Të gjykata, nëse vje puna te gjykata, atëherë gjykata vetëm interpreton çat kontratë që e keni e ka parapo artisti me kompaninë. Nuk ka të bëjë kjo me 25, 35, 75, për drejt autorit, po flas. Çështje e vullnetit. Çështje e vullnetit që qysh e kanë parapo. Qysh e ka parapo kompania me artistin. Po, unë e kam një informacion që edhe nëse unë mirë në vesh për shembull me një artist, mi morën 100%, artisti mos më marr hiç prej online, automatikisht ligjërisht i takoj 25% detyrimisht një artistit. Jo, te drejtat e autorit është e përcaktuar ndryshe. Po. Është e përcaktuar ndryshe. Nuk po flas për kontratë, se kontratën është caktuar. Na po folëm për përfitimet e shitjes së katalogëve në YouTube që duhet më respektue çysh është përcaktuar ndarja e përfitimeve. Nëse është përcaktuar 60-40, do të më respektu që ajo, edhe nëse shkon në gjykatë, nëse shkon çfarë dush institucioni. Është përcaktuar 80 me 20, do të më ndoqë ajo, varësisht me sa ka me të ndalin ato kompanitë e distribuimit që e kanë mëndon ato, pjesa tjetër çast pritet, do të mundon në atë mënyrë. Adan, ndeshta më të pyet edhe për çështjen e kanaleve të platforma digjitale. Kom pas shumë raste që pas skadimit të kontratës, pas shkputjes, domethënë e ka kalu një artist ose çdo që ka përfundu, ka shumë raste të na që kanali ka mbet peng i menaxhment, kanali i artistit. Çish funksionon kjo? Çish do të më funksionu realisht? Nëse kanali ka qenë në emrin tina. Kjo është do të më po çish ka qenë rregulluar me kontratë gjatë kozgjatës sa ka qenë menaxhem ai artist te ai menaxhment. Në rast se ka qenë kanal individual i artistit, pas përfundimit dhe skadimit asaj kontrate, duhet m'ju kthye artistit kanali edhe me vazhduaj qoftë vet apo përmes një menaxhmenti tjetër. Në rast se kanali ka qenë i labelit ose i ndonjë kompanie, aja vazhdon me pas kompania me menaxhu prap me të. Po këtë kjo është qysh ka qenë përcaktuar me kontratë, me kushtet kontratës, qysh e kanë parapon ndarjen e këtyne kanale. Po besoj që te këto raste që pi referohesh ti, unë mendoj që vetëm i mbajnë me dhunë, se kjo nuk mund të shpjegohet ndryshe. Në mënyrë dënshme për me shantazhu, me përfitue, me ardhejt e përfitimi, ndonjë marrëveshje, me kap në lekse, ndryshe nuk ka kuptim. Edhe në rast se artisti inicion procedurë pranë gjykatës, 100% këtë rast e ka, gjithmonë ka drejt. Ti si avokat e di që ke pas raste, cilat kanë qenë
ankesat më shpeshta pa më parasysh ndaj menaxhmentit për artistin ose artistin në menaxhment. Ku janë problemet më të mëdha që zakonisht problemet janë tek kozgjatja, te mënyra e ekskluzivitetit që parashek kontrata edhe te mënyra e ndarjes së përfitimeve. Këto tri elemente janë gjithmonë që vinë deri te konflikti mes qoftë artistit menaxhmentit apo menaxhmentit me artistin. Tash kur pa marrë parasysh në letër e parashojnë cilat kanë me qenë ato farë përfitime, ka shumë raste ku në realitet në jetën e përditshme nuk i përmbahen. po, Edhe taj vjen deri te konflikte, vjen te mosmarrveshjet që i dim krejt. Pra me një fjalë, cilat janë pikat ligjore që duhet më forcu më shumë kontratë? Sipas mendimit tonë. Jo, kontratat varet e tham bim që kontrata është vullneti i palëve. Në kontratë ulëm në te shkruajnë për kushtet dhe obligimet, detyrimet që mirën vesh. Të kontrata shumë e rëndësishme këto lloj kontrata me pas parasysh kozgjatjen, për sa do me kanë në menaxhim të atij menaxheri, sa ka me qenë përfitimet, cilat kanë me qenë të drejtat dhe obligimet të artistit apo menaxhmentit, që to janë kushtet kryesore. Pjesa tjetër tani është vetëm sikur ato kontratat e bankut që ti sjell 15 faqe si kupton kur gjë, vetëm që e nënshkruan ose merr vesh kur gjë. Po, a mendon ti si avokat që një këshill për artistat e ri që duhet paraprakisht me marr një jurist, një avokat për me lexu kontratën, a mendon që mungon njohuria e mungon shumë, është mungesë e përgjithshme e njohurisë në këtë shoqërinë, sidomos edhe te artistat, kes me thonë për artistat e na njihen si njerëz si xhumosh, edhe quhen pak vonë, edhe pritojnë shumë me lexu. Po, edhe çka ti servohet ai nënshkruan, po tanaj po vinë te pasojat e tyne. Është shumë e rëndësishme edhe unë i kisha inkurajuar të gjithë artistë të ri që para nënshkrimit të çdo kontrate, qoftë me kompani të ndryshme, të analizojnë, të marrin një avokat, një jurist, të interpretojnë secilën dispozitë asaj kontrate e më pas të nënshkruan. Është shumë e rëndësishme që ai artist apo menaxhment me ditë saktë cilat janë detyrimet, cilat janë obligimet e tija në raport me atë kontratë. Sakt, faleminderit. Po më intereson, Adnan, me ditë edhe për kontrata mes artistëve dhe klubeve të natës. A ka kontrata të tilla apo bëhen, a duhet edhe sa po respektohen? Unë kom bë kontrata interne për disa artistë që janë me famë, që i knojnë edhe në stadiume, i mushin stadiumet edhe jashtë. Kom bë, i kam 2-3 raste kur kom bë kësi kontrata, po janë kontrata vetëm që e përcaktojnë vetëm çmimin e performimit, orën edhe kaq, por nuk lëshohen më shumë në detaje tjera. Po, për shembull, çish funksionon nëse një artist e anulon koncertin pak para se me ardhë dita e koncertit? Domethënë, a njekën penalisht në Kosovë këta persona dhe kundërta? Jo, është funksionon kjo? Ose pronari e anulon artistit koncertin? Ka shumë raste që i dim na që pak para fillimit të nejes, që thonë, pronari ose dikush pe lokalit del e bën një postim, kem probleme me rrymë, shkosje teknike, diçka. Çfarë arsyeton që ato? Arsyeton jetë me kaq sepse nuk ka një kontratë paraprakës që thati me artistin. Sigur ta kishte një kontratë me artistin. Ishin cek, çka nëse mbahet, cilat janë obligimet e tua, cilat janë detyrimet, a kime pagu 50% nëse mbahet, nuk mbahet për shkak sepse pronari është i obliguar me ofru kushtet, qoftë kushtet e sigurisë, kushtet teknike për mbajtjen e çatij eventi. Ai do të më garantu për atë. Po, nëse vjen deri te dështimi i këtyne që thonë për probleme teknike, që na dim që nuk janë probleme teknike, po i ka shit ato bileta, i ka marr lekt për ai gjen gjithmonë si justifikim për rryma nuk nalet më. Po nëse ka pas atë kontratë që po thotë me artistin ose me menaxhmentin e artistit ose menaxhmentit i jepet e drejta që me njekun ligjërisht edhe me kërkue
përveç asoj shumës që ka qenë e kontraktume, me kërkue edhe penalti tjera. Po të na nuk ndodh kjo, nuk aplikojnë me bo kontrata para nejes. Nuk është të apliku sa do të. Jo. Të më thonë pronari e anullon mbrëmjen pas një përgjithësi. Jo, në kom pas raste, kom bo kontrata për artist, ka thonë ma qëtë çmimin, sa kam i pagu cash, edhe një pjesë, ta zonë 3 mjerë ose 5 mjerë, kam i me dhonën, 5 mjerë kam i me dhonë cash, pjesën tjetër e marë për mes bankës. Apo e këndërta. Po. Kur janë rastet që paguën shumë, dhe 3 mjerë më jep në dorë, po mënej 3 mjerë në bankë, edhe pjesën tjetër e marë në dorë, shumë atë mëdhaja. Po nuk hinë ma shumë në detaje të këtyne çka nëse nuk mbohet, çka nëse dështën, cilat janë obligimet e tua, nuk ka ndëllë. Adnan, ti si avokat, po njëkohësisht edhe si menaxher i ardhit edhe i mirdonit, sa e ki ma të letë ose ma të vështirë kur dje puna të negociatat koncerteve, dasmave këto. A ki ma të se një ligjin? Po, bimi të edhin, na kena punu një negociato, o banë gati mbi 15 vite që punoj. Që që një bashkë, po, që bëjmë bashkë. Dhe me gjitha studiot me këtu më Prishtinë, me krejt kolegë, me Nazmet, e kom pas shumë atlet sidomos këtë anën e menaxhimit me kontrata, me pronar, o kon shumë atlet, të marrë përvojën për juve. Po. Dhe më thonë e kim atlet, kur dhja puna kur të bëni një marrëveshje me një klub ose diçka. Po, e kam shumë përshkak se profesion. A bën shime, po? Po, Për që të me di se ti që një ligjën dhe... Po, kjo profesioni ma letën shumë këtë farë pjesë, përshkak se i di rrethonat, i di e një përmënej ligjën këtë farë fushë, edhe e di sakt çka nëse vje puna me shku në gjykat, cilat janë mundësit, sa zgjatë, sa zvarritet, a është ma mirë me bon një marrëveshje, veç me mshel një rast, mos me shku në gjykat, kjo është shumë përparësi e madhe. Po, në mendoj që ti kështë shku gjithmonë të bo marrëveshje, se përpesej që e kështë pati një pronar, një klube, se na jem këtu edhe punojmë vazhdimisht bashkë edhe. Adnan, për fund, cili është mesazhi yt që i drejtohesh artistëve, sidomos artistëve të ri që në shkruajnë kontrata me ndonjë menaxher ose kompani menaxhuese? Është më rëndësi që tash në publik shpesher kur ti folet për menaxherë shohin si përfitues, e kanë një perceptim të keq për menaxherin, për menaxhmentin, po është më rëndësi me ditë që ka artistë që për shembull janë të një menaxhment i caktuar, edhe menaxhmenti bukën e gojës vetë ka nda për atë artist me vite, vetëm për me që thujmë na për me dhezë një ditë. Edhe tash du të me konë edhe artista, du të me konë falenderus edhe me konë në mirënjës për punës se cilit menaxher, por te kontratat i kësha këshilu që me pas parasysh, sepse është vullnet i tyre i lirë, me ditë cilat janë kërkesat e artistit, cilat janë menaxherit, cilat janë drejtat, detyrimet, cilat janë edhe si ka me orde të ndarja e përfitimeve, sepse shumë kush e ka nis pe zerës, edhe u ardhë bo dikushi. Tash nuk do me thonë që me një ditë që të ka dhezë një kongë, edhe më quë, edhe me ndryshu kontratën, me konë jo falenderu se do të me ditë pe kuj që nisë, kuj e ardhë dhe ku po shkën. Këtë jetë shumë rëndësi me konë mirënjës edhe falenderus për se cilën. Edhe në mendoj që fillimisht artistat e ri ka nevoj, që them e cike me fillim ka nevoj për kraje, për një gjetje një menaxhmenti që veç fillimisht e financon, e mbështet, e mbron, mirët me to, do më thonë, deri në pikën ku ai veç e merr një kohë të karrierës që drejtohet. Dhe pastaj po fillojnë problemet kur po vinë sukseset e shpejta, po vinë te problemet edhe te mënyra e interpretimit sipas dëshirës vetë se cilit kontratës. Kontrata është një, nuk më tani ajo më interpretue sipas qefit tën. Do të me kanë realist edhe me po qysh orë dhejte aje farsitat.
Unë kisha thonë që se cilë artist i ri duhet me kanën e falenderus, mirënjohës, edhe artistat tjerë të cilët nuk kanë fillu këtë punë dhe dojnë me pas një menaxher, një menaxhment, para se të vendosin me nënshkru kontratë, me ditë për çfarë po nënshkruajnë, edhe nuk besoj kur që ka marrë deri te problemet e kësaj natyre. Adnan, falenderoj shumë që ke gjetë kohë. Faleminderit shumë, bimisht e kënaqësi. Po besoj që i shtjellum kohë do problematika, do ngjarje që po ndodhin. Faleminderit shumë. Që shumë. publiku veç i ka kuptu shumë sene që nuk deri sot nuk po besoj që e ka spjegu dikush më mirë. Falenderoj shumë që ke gjetë kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.